Mirë se vini. Sot do të flasim për një nga transformimet më të vështira, por edhe më të rëndësishme për çdo menaxher. Si të kalojmë nga ai menaxheri hero që hidhet vetë në zjarr për të zgjidhur çdo problem, te një menaxher shumë i zgjuar dhe efektiv, ai që ne e quajmë ndërtuesi i sistemit. Le të zhytemi njëherë në këtë koncept. Le ta nisim duke parë dy botë krejtësisht të ndryshme. Në njërin anë kemi menaxherin hero. Ky është tipi që reagon, që futet vetë për të bërë punën. Në anën tjetër kemi ndërtuesin e sistemit. Ky nuk reagon, por vepron paraprakisht. Nuk e bën vetë punën, por ndërton aftësitë e ekipit që ta bëjë atë. Dallimi mes këtyre dy modeleve është thelbi i gjithçkaje që do të diskutojmë. Mirë, tani le të flasim pak për këtë kurthin e menaxherit hero. Sepse po, tingëllon bukur të jesh hero, apo jo, por në të vërtet ky model është një grackë e madhe për menaxherët. Imagjinoni pak skenën, një restorant plot e përplot, një kamarier mungon. Çfarë bën menaxheri? Sigurisht, vesh përparsen dhe hidhet në aksion. Ose në kazino, kur një lojtar ankohet, menaxheri shkon vetë për ta qetësuar situatën. Duket sikur po shpëton ditën. Të gjithë e shohin dhe thonë, "Ua, çfarë menaxheri?" Ai ndihet i pazëvendësueshëm. Por pikërisht këtu nis problemi. Dhe ja, ku fshihet kurthi. Po, problemi i momentit u zgjidh. Por çfarë mësoi ekipi? Asgjë, absolutisht asgjë. Menaxheri sapo e ka bërë veten pikën qendrore të çdo zgjidhjeje dhe ka garantuar që i njëjti problem do të ndodhë sërish, nesër dhe pasnesër. Po merret me simptomat, jo me smundjen. Atëherë, si dilet nga kjo situatë? E po, duke ndryshuar komplet mënyrën e të menduarit, kjo na çon te pika tjetër, një koncept kyç nga legjenda e menaxhimit Andy Grove, fokusohu te produkti, jo tek aktiviteti. Po çfarë do të thotë kjo në të vërtetë produkti menaxherial? Nuk është sa email-e dërgon një menaxher, as sa takime bën. Jo, produkti i tij është produkti i gjithë ekipit që ai drejton dhe ndikon. Pra, suksesi i një menaxheri nuk matet me punën e tij personale, por me rezultatet që arrin ekipi i tij. Dhe ky citat nga Grove është thjesht perfekt. E goxhon. Kjo do të thotë që menaxhimi është një lojë skuadre, jo një sport individual. Një menaxher nuk fiton i vetëm, ai fiton kur bën të mundur që i gjithë ekipi të fitojë. Suksesi i tij është i pandashëm nga suksesi i tyre. Mirë, pyetja logjike është si e rrit një menaxher produktin e ekipit pa u kthyer prapë në hero. Përgjigjja qëndron në një fjalë të vetme për tepër të fuqishme: leva. Leva menaxheriale. Le ta quajmë formulën sekrete të menaxherëve të mëdhenj. Çfarë është leva? Mendojini kështu, çdo gjë që bën një menaxher ka një farë impakti. Disa veprime, si të shërbesh vetë një tavolinë, kanë impakt të udhët, 1-1. Por ka veprime të tjera që kanë një efekt shumëzues. To janë veprimet me levë të lartë. Dhe pikrisht këtu duhet jetë fokusi. Ky grafik e bën dallimin kristal të qartë. Nga njëra anë, veprimi me levë të ulët zgjidh një problem një herë të vetme, nga ana tjetër, veprimi me levë të lartë, si trajnimi i stafit, e zgjidh të njëjtin problem për qindra herë në të ardhmen pa pasur nevojë të jesh aty. Njëri është thjesht një kosto operacionale, tjetri është një investim strategjik. Pra, ku e gjejmë këtë levë të lartë? Grove thotë se ka 3 burime kryesore. E para, kur një veprim i vetëm ndikon shumë njerëz. E dyta, kur një veprim ndikon sjelljen e dikujt për një kohë shumë të gjatë. Mendoni për një vlerësim performance që i ndryshon karrierën. Dhe e treta, kur ofron një informacion kyç, një moment aha që zhbllokon punën e 10 të tjerëve. Okej, mjaft me teori. Le të bëhemi praktik. Çfarë ka brenda kësaj pakete mjetesh me levë të lartë? Le të shohim 3 mjetet më të fuqishme. Pra, ja ku i kemi. Trajnimi, që shumëzon aftësitë, vendosja e standardeve, që shumëzon cilësinë, dhe delegimi i zgjuar, që shumëzon kohën. Le t'i marrim me radhë. Fillojmë me trajnimin. Imagjinoni menaxherin e kazinos. Ai shpenzon vetëm 1 orë duke i trajnuar kurpierët se si ta mbajnë ritmin e lojës dhe të jenë të saktë me pagesat. Rezultati, ndoshta 3 deri në 5 duar më shumë lojë çdo orë, në çdo tavolinë. Tani shumëzojeni këtë me 10 tavolina 24 orë në ditë. Kthimi i investimit për atë 1 orë të vetme është astronomik. Mjeti i dytë, standardet. Dhe kjo thënie është fantastike. Standardet janë menaxher të padukshëm. Pse? Sepse një standard i mirë, për shembull, si duhet pritur një klient, apo sa shpejt duhet marrë porosia, punon për ty edhe kur ti nuk je fare aty. Siguron cilësi dhe konsistencë pa pasur nevojë për mbikëqyrje të vazhdueshme. Dhe vim te mjeti i tretë, delegimi. Por kujdes, këtu ka një dallim thelbësor midis delegimit dhe abdikimit. Delegimi i zgjuar do të thotë që të dy palët,
e din se çfarë pritet dhe ka një proces ndjekje. Abdikimi është thjesht ja hedhësh dikujt në detyrë dhe të shpesosh më të mirën. Siç thoshte Grove, delegimi pa ndjekje është thjesht abdikim. Dhe kjo pikë duhet theksuar. Shumë menaxherë ngurojnë ta monitorojnë punën e deleguar se kanë frikë se mos duken si mikromenaxher. Por ka një ndryshim të madh. Monitorimi nuk është ndërhyrje. Nuk do të thotë ti qëndrosh dikujt mbi kokë, do të thotë të kontrollosh në pika kyçe, për shembull të shohësh draftin e parë, për të siguruar që gjithçka po shkon sipas planit. Është si një kontroll cilësie, jo një akt mosbesimi. Mirë, deri tani folëm se si të rrisim produktin e ekipit, por të gjitha këto aktivitete me lef të lartë kërkojnë diçka që asnjë menaxher nuk e ka me shumicë: kohën. Prandaj, tani duhet flasim për menaxhimin e këtij burimi kaq të çmuar dhe të kufizuar. Grove na jep këtu një metaforë geniale. Menaxhoje kalendarin tamam si një fabrikë. Së pari, parashikoje. Mos e shiko kalendarin thjesht si një listë takimesh, shikoje si planin e prodhimit për gjithë javën. Së dyti, grupoje punët. Ashtu si një fabrikë që i bën të gjitha saldimet bashk, edhe ti grupoje detyrat e ngjashme. Për shembull, bëj të gjitha telefonatat në një blok, lexoje të gjitha raportet në një blok tjetër. Kjo rrit përqendrimin dhe efikasitetin në mënyrë drastike. Së treti, ki guximin të thuash jo. Një fabrikë e mirë e di kapacitetin e saj, edhe ti duhet ta dish tëndin. Të thuash jo, do të thotë të mbrosh cilësinë e punës. Dhe së fundi, por shumë e rëndësishme, lër hapësirë. Çdo linjë prodhimi ka nevojë për pak fleksibilitet për të papriturat. Lër pak kohë bosh në kalendar, do të shpëtoj ditën. Okej, pra le t'i lidhim të gjitha pikat. Si bëhesh në fund të ditës një ndërtues sistemi? E gjitha ka të bëjë me një ndryshim rrënjësor në mendësi, një ndryshim se si e sheh rolin e menaxherit. Dhe ky citat tjetër i Groves e përmbledh këtë art. Puna e vërtet e një menaxheri nuk është të bëjë sa më shumë gjëra, por të ketë aftësinë të shikojë 10 detyra dhe të identifikojë ato 2 ose 3 që kanë një impakt shumëzues, një levë të jashtëzakonshme, dhe të fokusohet vetëm aty. Është aftësia për të dalluar atë që ka vërtet rëndësi. Dhe ja ku arrim në idenë kryesore. Të gjithë kësaj analize, puna e një menaxheri nuk është të jetë lojtari më i mirë në fushë. Jo më, puna e tij është të bëhet arkitekti i sistemit, trajneri, të ndërtojë një sistem ku i gjithë ekipi fiton, çdo ditë, edhe kur ai vetë nuk është aty për të shnuar golin. Dhe për ta mbyllur, le të lëmë një pyetje për reflektim. Duke menduar për gjithçka që tham, cila është ajo detyrë me lef të ulët, ai veprim heroik i vogël që po merr kohë dhe energji çdo ditë? Cili mund ishte hapi i parë që nesër për të hequr dorë prej saj dhe për t'ju afruar më shumë rolit të një ndërtuesi sistemi?